E lumja jo nën që t'ka rrit, e lum maj bab që t'ka eduku. Sa bukur është kur ndin kështu të fol për prind tuaj. Po pse e thojnë prind tjerë një kjo gjë? Sepse te ti kanë më rrit me pa atë formimin e bukur të mirësisë e dashnisë që prind kanë ba me ty, që kanë ende te ti. Prandaj është madhështore një gjë atij. Aftësia me ta lut bukurën. Ajo gruaja ne unë gjithë bërtet më të madhe, i thot Krishtit, lum krenori që t'ka bajt, e gjithë që ke thit, i lumi ti, lumi ajo zoj, që t'ka eduku me pranin e Zotit, me forcën e ti, me madhështin e ti, rrit një fëmijë me fe, që të flitet mirë, për ta e për ju, rrit një fëmijë me dashnin e Zotit. Edhe ju lutem, prind të dashtën, ju që jeni nana, baba, mos flit një keq për fëmijët e tjerëve, për vajzën e tjetrit, për djalin e tjetrës. Mos përgujoni, mos bani thasha theme, mos shpifni, edhe mos krijoni dashaketsina. Bekoni. Gjeni aftësinë me dallu të mirën, me dallu të bukurën. Mos e shifni vetëm të keqen e gabimit, por shifni ma thellë. Shifni me sytë e prindve, shifni me sytë e Zotit. Kush është prind i vërtet, shef me sytë e Zotit.